Mirë se vini në errësirë, vendi ku në fakt gjërat dalin në dritë. Bëni subscribe. Pas arrestimit të gjestit vjen reagimi i parë nga pronari i Onimës. Pas arrestimit të gjestit dhe lajmeve për akuzat se ai ka kanosur kompaninë muzikore Onima, vëmendja e publikut është përqendruar te pala tjetër e përfshirë në këtë përplasje. Shumë kush priste një reagim nga drejtuesit e kompanisë, ndërsa tensioni rreth çështjes vazhdon të komentohet gjerësisht në rrjetet sociale. Pas disa orësh heshtje, reagimi i parë publik ka ardhur nga pronari i Onima, Erkand Shabani. Ai nuk ka zgjedhur një deklaratë gjatë apo një sqarim zyrtar për mediat, por një mesazh të shkurtër që ka tërhequr menjëherë vëmendjen. Në profilin e tij në Instagram, Shabani ka publikuar një shprehje latine mbi një sfond të zi, e cila duket se mbart një mesazh të fortë simbolik. Shqiponja nuk kap mizat, shkruhet në postimin e shprehjes që shpesh përdoret për të nënkuptuar se dikush nuk merret me gjërat vogla apo me njerëz që nuk i konsideron të rëndësishëm. Edhe pse nuk përmendet drejt për drejt asnjë emër, postimi është interpretuar nga ndjekësit si një reagim indirekt ndaj situatës së krijuar pas arrestimit të këngëtarit. Ndërkohë mbetet për tu parë nëse do të ketë reagime të tjera zyrtare nga palët e përfshira në këtë konflikt. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur ndaj artistit masën e paraburgimit prej 1 muaji.